Përshëndetje, mirë se vini në podcastin e suksesit. Si gjithmonë kam dëshirë më sjell njerëz të veçantë që po bojnë diçka të veçantë. Sot kam dy supermarkete shqiptar, por që kanë bërë sukses në Dubai. Kam Leonard Preken, mirë se erdhe. Përshëndetje. Founderi Leonard Preka Real Estate dhe founderi Simplex Home Rentals. Kam Pamela Germani, founder of Luxo Vista. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Faleminderit që zgjodht podcastin tim, podcastin e suksesit, për me nda historinë tuaj të suksesit. Faleminderit për teje, Gjulio. Po nisim me qena gentleman, po nisim me Pamelën. Pamela, për ata që nuk njohin, pavarësisht se ti je një figurë edhe një brand personal shumë i njoftën, sidomos në Shqipëri, por edhe në Dubai, për ata që nuk njohin, cila është historia jote si sipërmarrëse, dhe kryesisht me që do flasim sot për tregun e Dubait, të real estate-it dhe të property management, kur e nise dhe pse vendose pikërisht Dubain. Faleminderit Giulio. Unë faktikisht kam qenë shumë angazhuar në fushën e marketingut digital, ndoshta edhe shumë ndjekës na njohin, sidomos në Shqipëri. Më vonë më tërhoqi shumë ideja për të shkuar më globalisht, se sa vetëm në Shqipëri. Dhe që në udhëtimin tim të parë në Dubai, cili ka qenë një udhëtim krejt normal, si çdo njeri që mund vizitonte Dubain, faktikisht unë jam nisur në Dubai për të parë pronat dhe për të parë mundësitë e investimit në real estate për familjen time. Kjo ishte piknisja e parë, nuk është se kisha ndonjë informacion për Dubain. Babai im ka qenë ai iniciatori që donte të investonte në Dubai, por pa e njohur fare tregun. Dhe shumë rastësisht nisi i gjithë ky rrugtim, ku ne vendosëm që familjarisht shkojmë dhe të shikojmë se si funksionon tregu i Dubait, por gjithmonë duke pas parasysh investimet personale familjare. Pra, jo si një sipërmarrëse apo jo me idenë për të hapur një biznes atje. Okej. Pjesa e biznesit pastaj kur nisi, kur vendose me hap një biznes, apo ave një hapësirë në treg, një nevojë në treg? Le të themi ka nisur pas një viti ku ne faktikisht nisëm dhe bëm investimin e parë që ditët e parë që vizituam Dubain, sepse ishte një qytet i cili të tërhiqte jashtëzakonisht shumë nga të gjitha mundësitë dhe çdo gjë që ofron Dubai. Dhe nisëm bëm investimin e parë në mënyrë të menjëhershme. Më vonë, pas rreth një viti, pasi unë kisha parë, le të themi, jo në mënyrë profesionale, por thjesht në mënyrë, thjesht si një investitore për familjen time, pasi kisha parë projekte të ndryshme, vendosëm që pse jo, edhe ti menaxhojmë këto prona për palë të treta, për individ të cilët janë të interesuar pikërisht në këtë fushë. Patjetër që fusha e marketingut më ndihmonte shumë me platformat si Airbnb, Booking apo pricing management edhe çdo gjë tjetër, dhe mendova që nga kjo pjesë, domethënë, është shumë e thjeshtë për mua për të menaxhuar pjesën online. Por sfidat më të mëdha erdhën më mrapa, ku nuk është se ishte aq e thjeshtë, pasi property management do edhe prezencë fizike, edhe shumë gjëra të tjera, të cilat asnjë sipërmarrës nuk i mendon që në fillim. Por patjetër që është një punë që do staf dhe do 24 orë angazhim për të ndjekur. Të kuptova. Faleminderit. Leonard, të njëjtën pyetje kam edhe për ty. Për ato pak njerëz që nuk njohin, kush është Leonardi edhe si nisi rrugtimi jot si një sipërmarrës në Dubai? Përshëndetje, Leonard Preka emri. Unë ja kam nisë me Dubai si vizitor, edhe e kam desh Dubain më njëherë, edhe kam rënë qef me Dubain, edhe si pjesë investorit, akon për mu interesant marketi atje. Ja kam nisë personalisht me investimet mia, një shok jemi e ka pas kompanin, real estate atje, i kam nimu me klienta për i Gjermania, si jam i rritëm në Gjermani, kështu t'ja ka nisë biznisi jem me Dubai,
kena transferu klienta për i Gjermania, edhe jam jem konë bashkëpunim me ata, mrapa e kam hap kompaninë teme, edhe ja ka nisë puna jeme, të hecë ma marë, ma shpejt, edhe me ma shumë klienta. Cili është, si më thonë, fokusi kryesor, shërbimi ju i kryesor që ofroni për investitorët? Shërbimi jonë ma kryesor është si thirret Dubai off-plan. Off-plan janë, do më thonë, prona shka s'janë halat gatshme, shka janë punim, aty e kena fokusin e. Pse e kena fokusin aty? Se çmimet janë ma lirë, edhe për çdo investitor se vjen në Dubai ka fitime më të mëdha aty. Se sa të bëhen prona gatshme, çmimi zbret edhe për fitim është ma lukrativ për çdo investor për më ardhur në Dubai edhe me bleni pronë shka sa hala gatshme. Aty niset puna jonë se na kena me zgjidh zonën, duhet me kriju është venit sakt për personin, a ka për investment, a ka për personal më jetu aty. Krejt këto pika luajnë një rol të madhe, aty bëjmë një farë kategorie ku e shesim klientin personalisht, a ka përvish për investment. Mrapa, zakonisht, i marrim pronat në dorë, ku t'janë dërzu për i ndërtusit, në kohë se ka klienti për interes për investment, e marrim ka kompania tjetër, Holiday Homes, Simplex, edhe ja vazhdojmë rent aty, ja hapim pronën e rent, edhe e këshyem normal me fitimin më të mirin shka mujna me nxerr për aty. Të kuptoj. Tashi ju njoftëm se kush jeni. Tashi do flasim për tregun në Dubai. Me çenat e Leonardi. E zëm se unë jam një investitor shqiptar, du me investu në Dubai, por nuk du me shku atje fizikisht. A është mundësia që unë të investoj të një pronë pa udhëtu në Dubai? Ose pa jetu, pa kënë rezident? Mundësia është totalisht, krejt do të kryen online, pa pik problemi, edhe transferi i lekve edhe aja sa problem, transferi parët, krejt këto mundësia i kena mi ba online, nuk ka personi më kanë fizik aty në Dubai. Për prona shka s'janë gatshëm. Për prona shka janë gatshëm, do të më kanë personi prezent vetë, fizikisht, ose e ep drejtën dikuj tjetrit, aja është POA, se apet drejtë e personit, do më thonë për më nënshkru për ta, për më shku të notari për ta, për më i kry krejt shka për letra, jo ja ep drejtën, jo do të vjen fizikisht. Për off-plan, shka sa ready, s'ka nivoj më kanë Dubai. Pra do më thonë, ne i thojmë prokur këtë në Shqipëri, jep një prokur, një firmë që ti munesh në emrin tem me bë këto veprime. Ashtu të funksionon. Si investitor që je vetë, por edhe si ekspert në real estate, sa është shuma minimale që ti do i sugjeroje dikujt me fillu me mendu për pronat? Unë e menoj starti niset me 150.000 deri në 200.000 euro, aty ki mundësia shumë të mira. 150.000 euro pronë? Se aq nuk e gjenë në Tiranë? Po, nuk e gjanë Tiranë, shumica gjendve minojnë se Dubai ka çmime shumë të shtrenjta, edhe e kanë frikën, edhe nuk ja nisin, do më thonë startin, mi jap vetit një shansë edhe një mundësi, më rrit diçka, se fitimet në Dubai çdo njani e din, se janë shumë nalta, pse janë të nalta se aty ki shumë turista se vinë, edhe çmimet veç janë ka rrite nalte ma nalt, aty është opcioni për çdo njanin, çmimet nisen ka 150 deri në 200.000 euro, ku mundesh si investor një studio me marr, edhe me hap me rent, me shira, edhe me pas një fitim shumë të mirë, edhe me siguru jetën, edhe shumica si investor kanë edhe shansë ku të vinë në Dubai, mujnë edhe me marr kreditin në Dubai, edhe ajo opcion është, aja thirret atje mortgage. Deri në sa përqind? Në vare çfarë prone është, edhe në vare çfarë çmimi është e pronës. Aty bëhet llogaria atër kreditit, sa përqind kanë mi pagu mrapa. Të kuptoj. Tashi e blem pronën me Leonardin. Tashi po kaloj tek menaxhimi i pronës. Se siç thash, unë jam një investitor që nuk jam fizikisht atje. Përveç se nuk du me ble vet, nuk du as me menaxhu vet.
Si më ndihmon Luxovista mu me pjesën e menaxhimit, por më kryesorja, prapë si investitor që jam, unë e kam si më thënë çefin te fitimi, te kthimi i investimit. Kthimi i investimit varet patjetër nga lokacioni ku ndodhet prona, varet se sa çfarë le të themi gjithashtu edhe amenities mund të ketë, nëse është një pronë e branduar ose jo, po lokacioni është më kryesori. Dhe patjetër nëse është në një zonë le të themi turistike apo në një zonë rezidenciale, të gjitha këto janë element pra që ndikojnë. Përkthimet e investimit është shumë e thjeshtë për ta matur paraprakisht, pasi ne kemi analitika shumë të detajuara, platformat avancuara me cilat ne shikojmë tregun se si ka qenë një vit më përpara, pikërisht në atë stin, le të themi, apo në atë sezon të caktuar. Dhe në bazë të asaj, patjetër që merren gjitha parametrat dhe nxirret një analizë e detajuar për pronën, se sa mund të jetë ROI i secilës pronë të caktuar. Të kuptoj. Në ekspertizën tonë, ai sugjeron më mirë njerëzve me dhënë pronën long term rental, siç është tradicionalja, pra ja jep me qira një familje, një çiftit etj, apo short term rental. Patjetër që varet gjithashtu edhe nga objektivat e investitorëve, sepse ka investitorë të cilët duan ta japin long term rental. Në Dubai pjesa e qirave funksionon pak ndryshe në krahasim me Shqipërinë apo me vendet përreth, pasi le të themi qiraja parapaguhet me 3 ose 4 çeqe maksimumi. Patjetër që varet nga negociatat që bëhen edhe me pronarin, por çdo gjë le të themi paguhet paraprakisht dhe nuk paguhen zakonisht me mujore, pra qirat, siç mund të paguhen në Shqipëri. Ka dhe kontrata shtetërore, pra vetë shteti në Emirateve e ka rregulluar pjesën e qiradhënies, qoftë në afat gjatë, qoftë edhe në afat shkurtër, po sidomos për qirat afat gjata. Është rregulluar sepse ka ka kontrata shtetërore të cilat ti duhet që ti përmbahesh. Pra në një kontratë ti nuk mundesh që të vendosësh specifikisht vetëm kushtet e tua. Duhet patjetër që të kesh bazën ligjore, e cila përshtatet me ejari contracts që quhen atje, dhe pastaj patjetër që mund vendosësh dhe kushte të tjera shtesë. Dhe krahasimi ndërmjet kontratave afat gjata dhe atyre afat shkurtra, dhe pse gjithmonë më shumë investitorët po kërkojnë që të mbajnë me short term rental investimet e tyre, është për shkak edhe të fleksibilitetit që ofrohet për qirat afat shkurtra. Pra kur ne marrim një pronë në menaxhim dhe japim atë me qira afat shkurtër në Airbnb, Booking apo platforma të tjera, ka një fleksibilitet më të madh. Pasi në Dubai ti nuk mundesh që ta stoposh kontratën në long term nëse nuk jep një notice për 12 muaj paraprakisht. Ndërkohë që investitorët mund të kenë interes ose të jetojnë vetë në atë apartament, ose ta rishesin, dhe ai që do ta riblej mund të ketë interes që gjithashtu ta përdori për përdorim vetjak, pra nuk e do për investim. Dhe shumica e investitorëve në Dubai blejnë apartamentet për t'i rishitur ato me një çmim më të lartë dhe për të bërë flipping. Dhe kjo normalisht short term rental në këto raste i ndihmon jashtëzakonisht shumë, sepse është më fleksibël për ta ndaluar kontratën në çdo moment. Gjithashtu dhe kthimi ndryshon. Pra në short term rental gjithmonë kthimi është shumë më i lartë se sa në long term. Këtë desha të pyes, pak a shumë për shkak një pronë 1+1 po themi. Në një zonë, nuk e di, downtown area për shkak, ose nuk e di, një zonë tjetër. So është ndryshimi nëse unë kam një pronë 1+1, po them 50 metër katror, 60 metër katror, so është ndryshimi nëse e jap me qira për një vit, so është pagesa mujore që unë marr dhe so është me short term për shembull. Zakonisht ndryshimi ndërmjet dy kontratave të ndryshme pra është e tillë. Në long term zakonisht kthimi është diku tek 8%. Okej. Ndërsa në short term shkon deri në 12%. Pra ka një diferencë e cila e bën atraktive
për investitorët në mënyrë që pse jo t'i lejnë apartamentet e tyre në short term rental dhe kanë gjithashtu dhe më shumë fleksibilitet, sepse gjatë vitit mund vinë edhe të qëndrojnë vetë në apartament, ta bllokojnë apartamentin, le të themi, për një periudhë afat shkurtër. Dhe ndërkohë pjesën tjetër mund ta japin me qira. Pra i bie pak a shumë 50% më shumë ti mund të fitosh me short term se sa me long term rental. Pak a shumë. Rreth 4% më shumë. Po, por që i bie domethënë 50% krahasim me Pak më pak se sa po. 50%. Okej, të kuptoj. Okej, tash i dalim pak prej rentals, edhe flasim për zonat. Zonat më të mira ose më lukrative, më pëlqeu kjo fjala që përdore, për investime në Dubai. Zonat më lukrative normal janë aty ku janë turistat, ku të flasim për investim, pse se turistat krijojnë vendin, edhe turistat e hapin ROI-n, edhe turistat i plotësojnë do më thonë krejt pikat shka i vynë për një investitor për mos me lanë apartamentin vetë hapt edhe për atë punë zonat për mu shka janë matë mirat janë downtown, Gjomera, Palm Gjomera, po folim për Palm Gjomera, Marina, Business Bay, këto janë këto zonat shka e kena na fokusin tonë edhe ku i kena klientat shka janë matë gëzushum me ROI për atë apartmenta shka jo api më rent. Po për atë investitor që janë pak më vizionar, edhe dojnë me përfitu në zona që janë në zhvillim, që nuk janë zhvillu akoma. Ato zona do të jep çdo investitor pak kohë, pse se s'janë hala dërtu, do të vinë metro, do të vinë mall të reja, do të krijohen rrugë të reja, ura të reja, infrastruktura, hala aty s'është e bame, edhe s'është gati. Aty çdo investitor duhet me ditë se nuk mundet me njëherë mrena një viti, 2 vitit me pas fitimin sikur e ka në zonat që janë të krijume, ku ka infrastruktura gati edhe ku janë turistat që vinë çdo vit edhe në çdo sezon se kthehen se krejt e njohim Dubain për një vend bukur edhe një vend pa pamë se sa të vinsh njëherë, ki shef marrë 2-ën, 3-ën herë, edhe ki shef më jetua dhe aty, se e ki një standard, e ki një jetë luksoze, e ki një jetë sigurim, pa krem, edhe çdo njani ka shef, marrë prap, aty nisët puna se çdo investitor duhet me ditë se një zonë shka është pak larg qytetit, aja vyn kohë për investment, për kthyrje lekëve. Ti ke kontakt përditshëm me investitor tjerë, me kompani tjera, e tjerë. Pra ke një lloj informacionit ose insights më të detajume se shumica e njerëzve, po themi, se njerëzit normal. Në mendimin tan, a e ka arrit Dubai potencialin e tij maksimal ose sa përqind potencialit ka arrit? Unë menimi jem Dubai shtashti me këtë krizë e ka pas me konfliktin, e ka pas një poshtje të vogël, po Dubai menoj se mrena 10-15 vitet ka marrë një rritje shumë ma madhe sa është për momentin, pse se zhinja e kanë përvu në shtetet tjera në atë kohë edhe krejt janë konë pa të gëzushëm, edhe krejt janë këthuj në Dubai prap, për i krejt këto pikas si i tregova pak ma përpara, Dubai e ka një vizion shumë të madh, për momentin janë 4 milion banor, edhe shteti Dubai, do më thonë, e ka menin mi plëcu ata banor, mu ba minimum 8 milion banor aty, mrena 5-10 vite. Tu kriju është aeroporti maj madhi në Dubai, a ka vjen, edhe ajo do të vjen ma shumë vizitor, edhe vizioni Dubait është shashi madh, se nuk ka nalje për momentin. Minoj se mrejna 10-15 vitet, shka do të vinë, do të krijohet një shtet shumë fantastike edhe shumë ndryshme, shumë shtete krejt tjera të botë. Kuptova. Okej, super. Kthehemi tek rentals. A ka disa faktor ose disa element që përcaktojnë që kjo pronë do performoj mirë për shembull Airbnb ose në Booking, platforma tjera? Si e matni, cilat janë ato elementet që e tregojnë?
Patjetër që lokacioni është më kryesori. Pasi thash në Airbnb apo në Booking, le të themi target grupi janë turistët të cilët vizitojnë Dubai dhe patjetër që pronat të cilat ndodhen në lokacione turistike si Downtown, Marina siç e përmendi dhe Leonardi, apo JBR, Palm Jumeirah, janë lokacione atraktive për turistët të cilët duan të vizitojnë dhe duan të qëndrojnë afër edhe pikave të cilat ata mund vizitojnë. Pra, nëse dikush vjen në Dubai, patjetër do të dëshironte që të vizitonte Dubai Mall. Dhe patjetër që mënyra më e aksesueshme është që qëndrosh në downtown apo Burj Khalifa. Dhe shpeshherë turistët zgjedhin këto lokacione për t'i patur edhe më afër, edhe normalisht për të kaluar atë eksperiencën që çdo kush do donte ta përjetonte në momentin që viziton një qytet të ri. Pamela, ti më the pak më parë, u tregove shumë objektive. Më the, cilat janë të mirat short term rentals ose long term rentals. Po un kam vërej që shumica ose një pjesë e madhe e investitorëve preferojnë short term rentals. A mundesh më përmendë edhe një herë pse, cilat janë arsyet kryesore? A është vetëm fleksibiliteti apo janë edhe elemente tjera? Janë disa arsye të cilat e bën më atraktive short term rentals. Kryesorja është kthimi nga investimit, pra ROI. E dyta është fleksibiliteti, pra pronarët mund të qëndrojnë edhe vetë në apartament për gjatë kësaj periudhe, por gjithashtu edhe mundet që ta rishesin shumë më shpejt edhe më kollaj se sa në long term. Patjetër pastaj ka dhe pra arsye të tjera të cilat e bëjnë atraktive kontratat e short term rentals i bëjnë atraktive pikërisht sepse edhe mirëmbajtja e një apartamenti në short term rentals është shumë më e madhe se sa ç'mund të jetë për shembull në long term. Ne kujdesemi për gjatë gjithë procesit që apartamentet pastrohen në çdo check-in, check-out, të bëhet maintenance i vazhdueshëm i apartamentit, edhe të mirëmbahet apartamenti në afatgjat. Të kuptova. Më the pak më parë që duhet një notice 12 muaj përpara se me terminate për ta mbaruar. Po, përmendo kontratën me një person që e ka marrë me qira. Po, a ndikon kjo për shkak nëse unë du me shit pronën? Unë kam një pronë, e kam lënë me qira për 2 vjet, po themi. Edhe vendosi për me shit. A më nxjerr problem pjesa se unë e kam dhënën me qira already, si më thon? Nëse investitori që do ta blej pronën e do për investim, patjetër që mund të jetë një avantazh deri diku. Sepse çfarë ndodh në Dubai, capital appreciation apo vlerësimi pra rritja e vlerës së pronës, sidomos në vitet e fundit ka qenë shumë e lartë. Dhe në disa zona të caktuara ka ndodhur që në momentin që jepet një pronë me qira në afatgjat, me një çmim të caktuar, është shumë e vështirë që në vitet në vijim ti të rrisësh çmimin, pra të rrisësh qiran e pronës. Pra nëse pronari do që të rrisi qiran e pronës në vitet në vijim dhe nëse e ka dhënë me long term rental, duhet që t'i përmbahet gjithmonë një rental index, pra një indeksit përcaktuar nga shteti paraprakisht për ta ndryshuar kontratën në vitet në vijim. Kjo është një tjetër arsye që e bën atraktive short term rentals, pasi në varësi të ndryshimit të tregut dhe të rritjes së vlerës së kapitalit të pronës, patjetër që rritet edhe çmimi i qirave. Dhe nëse dikush tjetër pra do të vijë ta blej këtë pronë, dhe ai nuk mundet që ta largojë qiraxhiun për 12 muaj, do të thotë që është një vlerë më e ulët, pra ROI do të jetë pak më i ulët në krahasim me atë që ai mund të ketë menduar për të patur si kthim. Pra ky është një tjetër avantazh që e bën atraktiv short term rentals. Kjo ka ndodhur specifikisht në disa zona në Dubai, ku ka qenë e vështirë pra që në vitin vijim ti të rrisësh qiran e qiraxhiut. Të kuptova. Leonard, ne shqiptarët jena pak të vështirë me janë ndryshu mentalitetin. Sidomos për me investu jashtë Shqipënisë.
Sa vështirë ka kanë për me i bind njerëzit. Jo me i bind, po me eduku që shiko se Dubai është një vend i mirë, edhe përveç sa është i mirë, është i mirë edhe për ty si investitor, ke një kthim investimit. Kjo pika shumë kallaj me përgjigjen, pse investorët vinë prej veti, edhe na ju japim ofertat, ju spjegojmë marketin, ju tregojmë vendet, çka është për investim, domethënë për ta, edhe në bazë kësaj eksperiencë se kena na, janë ka vinë shumë e ma shumë shqiptarë të investu në Dubai, edhe kanë qef më jetu vetë atje, marrim si një person vjen, rrin, do muj aty, kthehet mas, a i sa i gzu shumë në venin vetë ku jeton, edhe ka shef më jetu në Dubai, aty niset atër personi të minu, a do të shetë na i pronë këto në Shqipëri, në Kosovë, në Gjermania, ku do të jetë, për më ardhë në Dubai, për më jetu aty, edhe janë vetë si investor aty. Këto punë, ja marrin atër rrugës vetit, gjenja janë ka vinë, si thash, ma përpara, ma shumë e ma shumë, si lloj shqiptari. Punë janë ka vazhdojnë, gjenja janë marak në Dubai, edhe këshyem që vazhdon puna. Kuptoj. A është Dubai veç për milionera? Apo është ndoshta edhe për një çift, një shtresë mesatare që punojnë të dy? Edhe dojnë me ba një investim tjetës, ndoshta por edhe me u shpërngul, me gjetë një punë ose me hap një sipërmarrje. Dubai është një vend ku si e i fokusum, ti aty mundesh më hup shumë shpejt, pse se jeta është shumë e shtrenjtë, edhe një person shka vjen edhe nuk e ruan veten edhe nuk ka i fokusum biznes, ai mundet më hup shumë shpejt. Po njëjtën kohë ki edhe mundësinë më rrit shumë shpejt. Pse? Se ti jemi një vend ku janë shumë milionera, shumë gjënë sukses, ti je në bashkëpunim me ta. Aty është opcioni për ty me marrë njëjtën rrugë. Në basë që shëki menin vetë, a do në vish më banë jetë shefit, a do në më kriju dishka, në basë të asajnë edhe rruga jote ka më jetë. Të kuptova. Të është duj pyetje, me të baj pyetje tipike shqiptare. Sa është buxheti minimal që unë mune me jetu në Dubai? Po marrim rastin, unë jam një sipërmarrës, du me fillu biznesin atje. Du me ull kostot minimum, do fokuzohem veç të biznesi, s'do baj qef, nuk do hallakatem, si thojmë ne në Shqipni. Sa është një buxhet minimal? Edhe aty në Dubai e ka krejt mundësijat për çdo lloj njeri, ka tashti krejt e dinë se në Dubai ka për çdo shtet popull, ka gjënë se kanë jetën shumë shtire, shumë të ranë, jetojnë me ka 10-15 vetë me një apartment, shkojnë punojnë, kthehen mas punë, binë gjumë, nesër prap, ata janë punëtorë se janë fokusum vish për familjet veta, m'junimu, edhe krejt ato parë se i fitojnë, mi shu nga shtëpiat veta. Aty minimal ki opcione shumë, po për minimin tem, ashtu çdo njeri s'ka qef më jetu edhe ai s'ka nevojë më ardhë në Dubai. Dubai jam ma për dikant se do në më kriju biznes, e ka një verzion edhe e ka një budget se e investon aty për më rrit diçka më të madh. Të kuptova. Më thema përpara që ke jetu në Gjermani, apo jo? Po. E ke pa edhe tregun atje, të real estate-it. Si ndryshon tregu europian me Dubain? Pse janë kaq shumë njerëz të zgjell Dubain për me investu atje? Ku ta këshyrim tash ti puna Europës, Se më fal, nuk besoj sa vjen i keq për shembull edhe Gjermania për investim. Gjermania vjen i mirë, po Gjermania ka taks, aty niset. Okej. Taksi na e dim krejt se ti shka ke fitu vet, ti s'ki shef me da me shtet. Aty niset pikas shka ban për çdo investor interesant, se në Dubai s'ki taks, për atë punë gjinja vinë Dubai edhe investojnë aty, se mënohen mi majsh ato parë shka i kanë fitu, edhe mos mi da me shtet.
Shkurt. Taksa zero është edhe për pjesën e të ardhurave nga qiraja? Po, patjetër. Dubai nuk ka taks, pra nuk ka tatim fitim. Dhe çdo e ardhur që ti fiton, qoftë nga puna, apo qoftë nga qiraja, apo nga çdo lloj aktiviteti tjetër, është zero. Kështu që tatim fitimi për individët është zero. Po, unë kam një gjuhë që ka një corporate tax, që është 9%. Kjo është për bizneset, apo? Kjo është për bizneset, kryesisht për korporatat, të cilat kanë edhe një limit fitimi. Pra, nuk është për individët. Në qoftë unë vendosi sot me ble një pronë, e kam kapitalin gati, sa kohë më duhet për me marrë çelësat në dorë? Në varë është apartmenti gati, është hala ndërtesë. Në qoftë është gati, për Në shembull. kofsa gati, sot mund është më hinta. Sot mujna më shku të notari, edhe sot mujna mi ban letrat gati, edhe sot mund është më hinë apartment. Në Dubai funksionon ajo mrejna një dite. Mrejna 24 ore je gati për më hinë apartment tanë. Po pjesa e rental, e kam tash e bleva apartamentin, sot të futa mrena. Unë nga nesër mrapa jam gati për me dhanë me qira. Po themi afat shkurt, se du me fitu pak më shumë. Për sa ma bani gati ju si Luxo Vista, kur fillojnë, dhe më thanë, kur futet, si më thanë, turisti i parë? Nëse apartamenti është bosh, patjetër që ne ndihmojmë edhe me mobilimin e apartamentit dhe më pas procedojmë dhe me dokumentacionin që nevojitet, pasi Dubai e ka shumë të mirë rregulluar sistemin e short term rentals, pra ka procedura specifike të cilat duhet të ndiqen qoftë për të marrë lejen e apartamentit në mënyrë që ta japësh me short term rentals, dhe më pas pra lejen nga Ministria e Turizmit, dhe më pas menjëherë apartamenti mund të fillojë me procedurat e marketimit dhe me çdo gjë tjetër, me pricing management edhe me çdo gjë tjetër që është nevojshme për t'u listuar dhe për të operuar. Pra, procesi i fillimit është shumë i shpejt nëse apartamenti është imobiluar. Nëse nuk është imobiluar, mund të marrë le të themi një javë kohë për gjithë procedurat e mobilimit dhe më pas mund fillohet më njëherë. Më the disa elemente të punëve që bani ju, si kompani property management. A mundesh me ma thonë fix, ose me ma listu, qa bën taman një kompani si e juja, pra pas skenave, se unë si investitor vetëm ju shoh ju si prezantuese e kompanisë, bim dakord të bëjmë një kontratë edhe kaç, vetëm pres pastaj me marr lekt në bank. Po ç'a bani tamam në backstage ose prapas skenave? Prapas skenat e një holiday home company janë, le të themi, pak më të komplikuara, pasi siç thash edhe më parë, nis që nga procesi i mobilimit. Shpeshherë investitorët në Dubai, shumica e investitorëve në Dubai edhe nuk i kanë parë ndonjëherë apartamentet e tyre. Pra, mund t'i blejnë online, nuk e kanë parë ndonjëherë apartamentin, nuk kanë ardhur ndonjëherë ta vizitojnë apartamentin, për arsye nga më të ndryshmet, ose nuk dëshirojnë pasi janë thjesht investitorë dhe nuk janë të lidhur pra emocionalisht me pronën. Ata thjesht shohin shifrat në fund të ditës. Dhe ajo se çfarë ne bëjmë është që i ndihmojmë që nga procesi, qoftë ndonjëherë edhe nga procesi i handover, pra për ta marrë apartamentin në dorëzim, për ta mobiluar apartamentin sipas standardeve të Airbnb-s dhe Booking, pasi edhe standardet janë shumë të rëndësishme. Nuk mundet që një apartament në Dubai ti ta mobilosh si të dëshirosh ti, pasi duhet të kesh një listë të caktuar, e cila merret gjithashtu nga government, nga Ministria e Turizmit, ku duhet që ti përmbahesh asaj liste, sepse Dubai ka standard, nuk mundesh që... Nuk mund ta mobilojën pronën tëme, si duhet. Mund ta mobilosh, por duhet që te kjo listë mobilimit duhet të përfshish patjetër të gjitha elementët e short term rentals, duke përfshirë për shembull mikrovalën, apo duke përfshirë pra duhet të ketë të gjitha gjërat e nevojshme për të quajtur një short term rentals, përndryshe nuk merr dot lejen nga Ministria e Turizmit. Wow. Dhe ka shumë specifika të caktuara. Për shembull, nëse marrim deri edhe tek perdet, duhet që të jenë me blackout, pra duhet të jenë të errta. Edhe shumë elementë të tjerë, duhet të gjitha dhomat të kenë tapet.
Pra ka disa specifika të caktuara të cilat ruajnë standardin e turizmit në Dubai. Dhe nuk mundet shti që të mos i respektosh këto standarde, pasi në rast të një inspektimi nga Ministria e Turizmit mund të marrësh dhe gjoba të caktuara. Ne gjithashtu kemi dhe sistemin, një nga sistemet digjitale, pra Dubai ka një sistem digital të vetin edhe për sistemin e dorezave, pra për të hyrë brenda në apartament. Nuk mundesh që të përdorësh çfarëdo lloj doreze të mundshme. Nuk mundesh që të dalësh jashtë sistemeve të tyre, pra duhet që të instalosh specifikisht një dorezë që është e monitoruar nga shteti. Wow. Dhe aty do t'japësh edhe akseset përkatëse. Këto janë pak çuditëra për shtetet e tjera, pasi nuk e aplikojnë dhe sistemin e short term rentals nuk e kanë të monitoruar nga shteti, ndërkohë që Dubai është totalisht ndryshe. Kjo vlen për pjesën gjithashtu edhe të sigurisë së turistëve, të privatësisë së tyre, për të parë check-in, check-outs, për të monitoruar, dhe patjetër edhe komfortit të tyre. Pra, përgjatë procesit mobilimit duhet që turistët të ndjehen një lloj si në një hotel. Të kuptova. Leonard, simas datave tuaja ose informacioneve tuaja, kam dy pyetje. Sa shqiptar ka në Dubai? Në qose dijet pak a shumë, edhe sa shqiptar kanë investu në Dubai? Pra, sa janë banor, edhe sa janë investitor? Shqiptarët e mojnë atë pik pak se për mas, edhe nuk kanë qef më tregu se jetojnë në Dubai, e kanë menin më ardhë në Dubai, për atë pik s'kam cifra, se ka investor, se as nuk vjen në Dubai hish, i ka pronat bleme, nuk ka interesin për më ardhë në Dubai. Ka dikush jeton në Dubai, se din kush sa është në Dubai, atë pike ka Dubai, se e ka edhe pak secret për çdo njeri shka ka shef më konë edhe pak si anonim. Po, kështu që jetojnë në Dubai s'dijet, sa ka shqiptar? Se, investitor është diqa ma intime, ma private. Me cifra s'jam marrë, po menoj se do t'jen një 1.000-2.000 shqiptar do t'jen aty. Interesante. Po kompani real estate-it? S'po i bëjmë reklam të shi? Jo, kompani real estate, Holiday Homes, do më thonë property management, kena shumë atje, edhe shumë shqiptar ja ka nisë të marrë me real estate, edhe me property management. A bëjnë lekët e tonë? Jena krejt si bashkëpunim, pse jena një shtet arabike, edhe mentaliteti shqiptarëve e ka pas gjithmonë më punu bashk, më moj bashk, jena në krejt botë njoftëm, edhe jena një nacion shka e din çdo person botë, se këtë pike kena, edhe këtë pike kena me moj gjithmonë, edhe shqiptarët zakonisht mënohen njëni tjetrit minimum, edhe në Dubai ashtu të funksionon. Tesh me që ndole të kjo tema. Unë sot kam përballë dy persona që nga ana e biznesit jeni konkurrent, po ta marrim kështu, business wise. Si e keni gjetë gjuhën e përbashkët? Se jo, përveç se keni gjetë gjuhën e përbashkët edhe bashkëpunoni. Na e kena një bashkëpunim se i nimojna njëni tjetrit në këto pika, edhe sjellem edhe klienta, ku s'kena apartmenta të lirë, i ngrojmë klientat me njëni tjetrin, edhe i nimojna njëni tjetrit për çdo pikë shka do t'jetë. Kështu të kena një bashkëpunim, edhe na hecë mirë, edhe i na të gëzushëm për atë punë. Kuptova. Dubai është një qytet shumë interesant kur vjen puna tek konkurenca. Ndryshe nga gjitha qytetet e tjera në përbot ku konkurrentët nuk kanë bashkëpunim me njëri tjetrin, ne atje kemi komunitete të cilat ndihmojmë njëri tjetrin. Duke filluar që nga, si shta Leonardi, që nga shkëmbimi apo gjetja apo ndihmesa e njëri tjetrit me gjetjen e klientelës, deri tek suporti njëri tjetrit nga ana teknike. Realisht është një vend shumë i veçantë Dubai për këtë pjesë, pasi bashkëpunimet janë, dhe ne jemi dy shqiptarë që bashkëpunojmë me njëri tjetrin, po kemi dhe grupe të tjera
të cilat vinë nga shtete nga më të ndryshmet, nga kultura nga më të ndryshmet dhe prap kur vinë në Dubai bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Është shumë i veçantë tregu i Dubait dhe mënyra se si bashkëpunojnë bizneset. Interesante. Super. Leonard, siç thash në fillim, unë mora një shembull, që jam një investitor që nuk du të vi fizikisht në Dubai, por që sigurisht që du që të marr masat e mia, du të di sa transparent, sa i sigurt është procesi. Si ndodh, si funksionon? Procesi janë shumë i sigurt pse Dubai ju jep çdo investitor, çdo njeri ka menin mi prun parët e lekët e veta në Dubai, ju jep një mundësi, aja thirret escrow account, aja escrow account transferohen parët aty, edhe rrin aty dera sa të ndërtohet prona, ku të ndërtohet prona i merr dërtuesi. Në kohë ara dërtuesi në pozitë keqe s'mundet me ndërtu projektin, çdo investitor i siguru me atë escrow account, Ministria i Dubait edhe government i Dubait e jep këtë siguri edhe çdo investitor e ka sigurinë me këtë pjesë. Pra, nëse shkon diçka keq, të paktën minimumi ai marr lekët e mirë mbrapsht. Shteti krejt i kthen. Okej. Ti s'ki kur far humbje aty, pse e ki escrow account, aty nisën transferohen parët tua, derisa dërtuesi e mbaron projektin, ku ti merr shylcat i gati, atër mrapa nisën transferohen lek tua të dërtuesi. Përpara ai s'merr asnjë sent prej teje. Ti vish e siguron pronën në fillim, me këto 20% se bën para pagesë, e pagun 4% djeldin sa është, kjo është një pagesë çka kemë bën për ministri, për me siguru projektin tan, apartamentin tan, po mrapa krejt financimi shkon në escrow account, edhe mahet aty dera sa të ndërtohet projekti, edhe mrapa i merr dërtuesi parët tua, ti e ki me këtë escrow account, e ki 100% garanti se nuk i humbje. Me që më përmene pjesën e pagesave, çfarë plane pagesash ka? Na kena në Dubai tilifar plane pagesa, kena pagesa me postendova thirret, mos e ndërtohet në projekti edhe është gati, ndërzohet qyçat, ki mundësia me 3 vite, 5 vite, mas me financu prap banesën tonë. Ka gjendë se e marrin apartamentin për postentova, ndërtohet projekti, e marrin apartamentin gati, edhe e hapin direkt me shira, edhe e refinancojnë komplet banesën me pagesa, dhe s'kan nevojë më mi shty parët e veta më në projekt. Okej, që ta kuptoj, do me thonë, unë fus një pjesë të lekëve për me rezervu pronën. Kur prona është gati për shfrytëzim, unë nxjerri me qëra. Tash me qëran unë filloj e paguaj kredin. Nëse ka marr kredi. Ti me qëran e pagun pjesat e mrama të pagesës shka kemi ban për me ban pagesën plotësume apartamentit. Tek ndërtuesi. Pra post handover është procesi që ti e merr direkt nga ndërtuesi pronën. Kjo është një pikë, një mundësi se e ki, se kjo post handover është domethënë për një klienti shka ka interesin me bën një investment, po jo mi shty krejt parët e veta direkt mrena, e me refinancu pri klientave çka hin mrena mos e adërzu apartamente, mos e i ke marrë shylcat e janë gatshme edhe renovon ose mobilon direkt, ka dhe dërtos se ta jep apartamentin komplet mobilum. Në vara, aty ki tilifar variante, tilifar mundësie. Leonard, përveç se i gjen mundësi shqiptarëve për me investu edhe me fitu në Dubai, ti je të planifiku me sjell diçka nga Dubai për në Shqiptari. A mundesh me ma shpjegu pak më shumë? Tashti, e kena një projekt shumë interesante. Jam i lidhëm me një dërtus, shka më ka hecë puna shumë sukses me ta, edhe e kena planifikuar me ban parën roadshow në Prishtinë, me një hotel shka ju jep emnin pak ma vonë, edhe data du të ban 9 orë, sa hala e fiksume, me cilën datë, po 9 orë janë
krejt shqiptarë të thirrëm për më ardhë në takim edhe m'ju spigu pak më shumë çfarë mundësia kanë për investment në Dubai. Ju ftoj tonë investitorëve që doni disa mundësi spektakolare me marrë pjesë të roadshow i Leonardit. Mirë se vjeni, çdo njani, hadi, nëntër, datën ju caktoj edhe japi ma shumë informaciona edhe mirë se vjeni. Shumë faleminderit për bisedën. Unë personalisht mësova shumë, edhe mezi pres marr në Dubai. Unë fillimisht do vi për biznes herë, business setup atje, pastaj shpresojmë edhe për investime. Pamela, kisha pas dëshirë një mesazh nga ti për investitor shqiptar, për ato që aspirojnë me bën një investim në Dubai. Unë do t'i sugjeroja investitorëve shqiptar që përgjatë gjithë procesit investimit të besojnë dhe të kontaktojnë me shqiptarët që janë atje, pra me specialistët dhe me ekspertët shqiptar. Pasi shoh shumë shpesh që ndonjëherë shqiptarët nuk janë dhe aq të mirë informuar në momentin që vinë në Dubai apo në Emirate, duke qenë se edhe legjislacioni ndryshon, çdo gjë tjetër ndryshon, dhe unë do të sugjeroja që të bashkëpunimi shqiptar me shqiptar të ishte më i fortë edhe të kenë mundësinë pra të informohen pikërisht nga shqiptarët për investimet në Dubai dhe jo nga dikush tjetër. Pasi normalisht ne kemi kemi mundësinë edhe t'i ndihmojmë me disa procese për gjatë investimet. Para se të kalojmë të mesazhi Leonardit, kisha edhe një pyetje. Unë e di që ti do më thush po, por kisha dashur një përgjigje objektive. Sa është përgatitja profesionale e shqiptarëve në Dubai? A janë as profesionista sa amerikanët, gjermanët etj etj? Do të thoja që shqiptarët janë mirë integruar dhe patjetër që ne jemi një popull i cili përthith informacionin shumë shpejt, integrohet shumë shpejt në vende të ndryshme në botë. Kjo ka treguar edhe pse jemi kaq shumë në përbot dhe patjetër që edhe shqiptarët kanë treguar ndër vite që janë suksesshëm në përbot. Patjetër që secili rast është i ndryshëm, nuk mund t'i përgjithsojmë të gjithë broker apo agentët në një vend. Por do të thoja që shqiptarët kanë gjithmonë atë ndihmën, kanë gjithmonë atë frymën për të ndihmuar njëri tjetrin dhe kjo është ajo se çfarë bën diferencën. Pra ne nuk jemi thjesht profesionist me klientët tanë, po kemi gjithashtu dhe frymën për të ndihmuar ata që jo vetëm të investojnë, po edhe të integrohen në Dubai. Leonard, a ke me shtu një gjë për mesazhin? A ke një mesazh për investitor shqiptar që po mendojnë me investu në Dubai? Çdo investitor do të më jap vetit kohë, nuk ban më gut, vish se ka interesin me bleni pron ose me bën një investment në Dubai, ai duhet me këshyr zonën ku ka don më ble, duhet me këshyr buxhetin a mundet me plotësuar se këto pagesat shka bëhen, shumica e harrojnë se ti i ka blen një pronë, po nuk kanë thonë me se e ki bon para pagesën, sa është e kryme, ki me pagu, mojore, o çdo 6 muaj janë varë çfarë plani ki, edhe aja s'ban mu harru, se shumë gjën kanë probleme mrapa me pagesa, edhe njanë s'ban mu harrua, se në Dubai edhe në shtete shka ban këto pagesat me plane, se bani një pages, të hupin krejt parët shka i ki investu, edhe a janë një pikë shka duhet me minu njëri ma për para, a e ki budgetin, më hi në kitë trek edhe më investu, edhe dush më jap kohë, dush më punu me gjën shka e din marketin, shka njohen marketin, shka jetojnë aty, se e din për momentin cilat zona janë me vlerë të rritum edhe cilat zona janë për një investment se jeton vetë, po aty në atë zonë s'ki vlerë të rritjes. Krejt këto pika janë një rol shka lunë për çdo njeri shka du të vjen invest për në Dubai. Duhet më rujnje mi apko kësaj punë edhe sa thonë me vish se shë njeri
rrethës sociale, ka shef mardh atje për atë punë, ka dalë edhe na ju japim informacionat edhe ku të vjen koha, mirë se vjen. Super. Shumë faleminderit. Në mbyllje e këtij podcasti desha më falenderoj Keol Dent, i cili sponsorizon podcastin ton edhe na mbështet për misionin ton, me pas figura kaq interesante, kaq suksesshme, edhe me i promovu, edhe me inspiru edhe gjeneratën e re. Faleminderit. Faleminderit Leonard, Faleminderit, faleminderit Pamela. Okej, da. Super.